Numri i punojësve në sektorin e bujqësisë në qarkun e Shkodrës po zvoglohet gjithnjë dhe më shumë, duke sjellë vështirësi për fermerët që kanë investuar në kultura të ndryshme. Në zonën e Malësisë së Madhe, ku shumica e fermerëve merren me kultivimin e bimëve medicinale, mungesa e fuqisë punëtore po kthehet në një problem madhor. Përveç vështirësive për të gjetur treg për prodhimet e tyre, tani ato po përballen edhe me pamundësinë e sigurimit të krahut të punës. Ka fuqia punëtore, s'ka, kanë ikë. Një grua me dash me kurrë Shërbel, ato janë ka 50 vjeçë, ka 25.000 lekë, i ba fugoni, Shërbela 50.000 merr fugoni me transportuar punëtorët. Po marrohet krahu i punës, sepse njerëzit po ikun tash. Dhe duan me gjithë alternativa të tjera, do detyrohen me gjithë alternativa të tjera. Unë kam djalin këto që është marrë me punëtor, me Shërbel, dhe ai do detyrohet me ikë. Sipas të dhënave të regjistrimit të popullsisë nga viti 2011 deri në vitin 2023, nga Malësia e Madhe janë larguar mbi 15.300 banor. Kjo tkurrje demografike ka ndikuar drejt për drejt në mungesën e fuqisë punëtore në bujqësi.